Atëherë, përshëndetje nga podcasti. Sot kemi të ftuar Klodian Arusha. Përshëndetje, Klodian. Ç'kemi si e? Mirë, faleminderit. Si vajti rruga? Rruga mirë. Mirë. Ti ku jeton tani? Unë në Shkodër. Në Shkodër. Po. Te Klodianin e kemi njohur në Theth. Po. Në Verë, kur filloi aksioni i qeverisë Rama për prishjen e ndërtimeve paleje, që gjëja kishin pushtuar Thethin dhe do pastronte Thethin nga ndërtimet paleje, kemi njohur Klodianin. Klodiani është nga Thethi. Ti je me origjinë nga Thethi apo jo? Po. Na trego historinë tënde, Klodian. Çfarë ndodhi? Ne jena një familje, domethënë, me breza që lidhna rreth 400 vjeçare në Theth. Okej. Në rreth viteve 90 jemi shkëput, domethënë që në U zonën boshatis Thethi. Po, u boshatis Thethi, për shkak se rruga, energjetika, gjanat që nuk kishin mundësi njerëzit zhvillimit. Edhe domethënë jena zhvendos në Shkodër. Aty domethënë kena vazhdu një jetë tre, po pa u shput nga Thethi gjatë kësaj periudhe. Shkoshim shpesh në Theth gjatë verës, aty kena shtëpinë. Domethënë shtëpia gjyshërve që kanë jetu prin tanë. Ma pas lini një tip dëshiret rreth 2011 e babës tem. Babi im ka marru shkollën e ndërtimit edhe i ka qef ndërtimet e gurit. Edhe vazhdum ndërtimin e një guest house, si ta quajmë, një kulle. Aty mori bajagi zhvillim, Thethi u njoft. Vazhdoi të njoft nga turistët, u zhvillu shumë, sidomos vitet e fundit. Thethi ka pas një fluks përgjithësi të madh, të mirë. Po në këtë periudhë isha domethënë në Itali. Unë nuk është se emigrova, thjesht emigrova për shkak dëshirës time që kisha, se unë jam marrë me sportin. E kuptoj. Edhe mulla një mundësi që të vazhdoja një karrierë sportive në Itali. Okej. Unë jam shput rreth vitit 2018, që kam nejt atje rreth 5 vite gjys, gjatë bashkë me shputje. Jam marrë me sportin, në vitin 2024 kam vendos mu kthy për shkaqe të tjera, gjana që mu desh që ta leja atje. U ktheva familja jonë domethënë ka pas disa prona, disa mundësi zhvillimit të tjera në Theth që për mendimin tim ishin gjana që ishin hapësina që mund na u jepshin për një ekonomi më të mirë. Ju kishit tokën tuaj, tokën e familjes. Tokën e familjes. E kuptoj. Edhe kërkoni të shfrytëzoni këtë tokën për të bërë ndonjë ndërtim, guest house me turist. E kuptoj. Po unë domethënë kisha komplet një vizion tjetër. Atë zona ku familja ime kishte pronën, e kuptoj. Ishte një zonë ku shumë njerëz e shkelshin atë rrugë. Domethënë është një rrugë lidhse me Valbonën. Edhe kalojnë rreth 1000 frymë ditë aty edhe ishte shumë zonë populluar. 1000 turistë në ditë? Po, plus minus domethënë që vajtja ardhje. E kuptoj. Edhe është rrugë shumë e frekuentuar. Edhe zona ishte domethënë komplet e pazhvilluar, nuk ishte komplet e rënuar, domethënë si shkrepa. E qartë. Në zona malore, edhe prej babës tem, me thënë drejtën, ma lasi ide që të vazhdoja. Aty kam vazhdu në vitin 2024 në fillim, e kam ndërtu një tip minibarit. E kuptoj. Edhe unë domethënë në vitin 2024, në fillim 2024 që të ndërtova atë bar, ai ishte si tip kontinjerit. Okej. Jo shumë i madh, ishte kontinjer 2x5, edhe kam pas bërë një shtesë mini kuzhinë, që përdorsha edhe për ushqim për njerëzit, që kaloshin aty. Në vitin 2024, mos u gabosha, kam bërë niptin, kam hapë domethënë kontratën e dritave, niptin, gjitha gjanat, kam pas pagu letrat e tokës, që paguasha taksat vjetore, çdo gjë. Po atë vit erdhi kryeministri në fund prillit. Gjatë që unë e kisha me niptet e tana, të paktën prej fjalëve, u falën që ishin ndërtu deri në atë moment. E kuptoj. Por si duket, nuk është se u falën se mu shep. U falën për momentin. U falën për momentin. Edhe mu duket si një tip selektivitetit paktën për pjesën time personale, se një pronë e një familje që minimumi është 400 vjeçare aty, që familja jeme nifet në Theth, nuk është se s'nifet, nuk mund është ti me thënë, domethënë që kjo tokë nuk është e jotja.
Pavarësisht të tanave, unë i kam bë kërkesë bashkisë në momentin që më erdhi letra shemjes. Kam nis disa letra, po që nuk mora përgjigje. Një bashkisë, një KMT-s dhe një IMT-s, nuk mora asnjë lloj përgjigje. Thjesht vite që ato e kanë marrë letrën, po përgjigje nuk kishte. Kjo më shqetësoi fakt se unë me letrën IPT-in edhe mund të vërtetohet krejt kollaj, unë e kam në qysh në 2024, maj 2024. Po tokën, keni letra për tokën apo asnjë s'ka letra? Unë kur kam certifikat pronësie, keni certifikat pronësie për tokën? Ka raport 1751, është ai ligji që ka kanë më përpara, ose ka bosha, po, për tokat bujqësore. E keni në bazë të 7501 apo keni në bazë të 7501? Unë me atë letër e kam, domethënë kam bë kontratën e dritë dhe kam hap në IPT-in, se askush në pa një letër pronësie nuk jep asnjë lloj kontratë dritë. Ashtu unë me atë letër unë i kam hap të dyja. Edhe mu kanë pranuar ato letra. Edhe për këtë mu duk sikur ishte pak selektivitet te pjesa ime. E kuptoj. Tani ti ke lindur aty? Apo babaju s'ka lindur? Babi, vllai edhe motra po. Kurse unë kam lindur në 2001 në Shkodër. Në 2001 që ka fakt jeri unë jam i ri. Jeri. Po. E kuptoj. Dhe thjesht kur u ktheve mendove të shfrytëzoja atë hapësirën aty. Po. Tani, çfarë ishte kjo që më tregoja ditë ju kishin premtuar këtë paketën e maleve, gjoja. Më trego pak. Paketa maleve. Vajtë, më the që kishe pyetur në bashki, në bashki. Unë kam pyetur në bashki, se në Bashkinë e Shkodrës, në rast të varë nga Bashkia e Shkodrës. Këtë vit unë jam interesuar shumë Bashkinë e Shkodrës për me bë një ndërtesë vetëm për veten time. Unë s'kisha shtëpi, do të kisha thjesht lokalin, e kam pas një kontenjer që kam pas jetu te prolotet, më thënë, ishte me goma që kam pas jetu verën e kaluar kur kam pas punuar aty, po dimri thujse e nxjerrë jashtë përdorimit. Shumë i ftohtë. Si shumë ftohtë. Po, shumë i ftohtë. E nxjerrë jashtë përdorimit. Ti punoj vetëm dimër, vetëm në verë në fakt. Po, vetëm ai lokali punon. Sa verë, një verë ke punuar sa? Verën e kaluar edhe këtë verë, domethënë derisa erdhi. Edhe u shkatrua thuj komplet. Unë thjesht kam shkuar në bashki për këtë paketën e maleve, që dosha më ndërtu, nuk e menosha kur domethënë që lokali do të shembej. Unë thjesht kam shkuar që më ndërtu një kabinë druri, si të më lejoshin ata, domethënë si të ishte rregulli, që minimumi për stafin, 1 ose 2 persona, 3 persona që kishin staf, kishin mundësinë të paktën që të akomodoheshin aty, që mos i çoja në kënd tjetër, afër biznesit lokalit që ishin gjanat shumë më afër. Bashkia e Shkodrës më thotë gjithmonë duhet të prit paketën e maleve, po asnjë lloj drejtimi tjetër, domethënë thjesht duhet të prit. Ashtë të vërtetë, unë kam bën një kabinë 3x4 këtë verë, drurit. Ishte 3x4, dhe më thënë thjesht sa për 2 persona poshtë dhe një mini qati, dhe më thënë qati alpine, për vetën time. Edhe bashkë me atë e së edhe lokali. Në qartë. Edhe më thënë u shemën të dyja. Tani ti, Klode, kështë investuar komplet me lekët që kështë marrë nga Italia, që kështë fituar ande, kur që në emigracion? Një pjesë po, por një pjesë edhe me kredi. Tani, ke marrë kredi, kur erdhi kryeministri aty që bëri atë deklaratën e famshme që thoshte ktheuni këtu, investoni në theth? Kryeministri ka ardhur herën e parë me 30 prill. Po, të 2024. Po 2024. Ty kur ta shëmbën? Në 2025, do thënë si mjet. Ai ka në 2024? Po ka në 2024, po biznesi im ka qenë aktiv, do thënë kur ka ardhur kryeministri. Po mbas asaj deklarate filluan ndërtimet masive aty? Vazhduan bajaki ndërtime. Por për mendimin tim, nëse ti thu dikuj hajde investo, një plan zhvillimi duhet. Aty s'ka asnjë plan zhvillimi. Asnjë plan zhvillimi. Jo. Do të thënë Bashkinë Shkodër nuk t'japin asnjë lloj drejtimi, asnjë lloj mundësie që ti ke një plan zhvillimi edhe ti vazhdoje këtë plan zhvillimi. Ky më ka munguar mua ky plan, mua personalisht, se nuk po flas për tjerët. Unë jam interesuar shumë edhe kam dashur shumë një plan zhvillimit. Që unë mos aty po kush ka ndërtuar pa leje, gjithë pa leje. Po s'ka pas leje se nuk t'jepshin për shkak të tokës. Që toka ishte, domethënë nuk ishte dokumenta. Ato janë të gjithë pa leje. Kanë qenë pa leje, tani janë legalizuar. Tani janë legalizuar një pjesë, por domethënë të tanë kanë pa leje në fillim. Kuptoj. Çdo gjë që është ndërtu ka kanë pa leje. Po prishet ishin selektive apo jo? Ca mbijetuan aty, nuk se ju turon të gjithëve, si e bën? Them drejtën, nuk është jam marrë shumë me këtë pjesën
gjithmonë punën thënë tënde. pjesën time kam pa dhe mu më ka niku ma shumë. Po prindrit e tu jetojnë aty në Thet apo ata në Shkodër? Prindrit e mi jetojnë në Shkodër për shkak se mama është mësuese, E kuptoj. kurse baba është teknik ndërtimi. E kuptoj. Edhe jetojnë në Shkodër. Po thjesht ne shkojmë për periudhat e verave. Në verë shkoni. Në verë është domethënë sezoni edhe Kur fillon sezoni? Sezoni vazhdon tesh 2 vitet e fundit ka vazhdu pak më herët, ka vazhdu ka prilli, Nga prilli. edhe mbaron te funi tetorit. Fillim Kaq janor. shumë, e? Po, zgjat 6 muaj, 7 muaj gati. Në kuptoj. Po çfarë bëhet tani në Theth aty? Ke Banorët kthyer çfarë më? thon? Banorët Duket sikur ka rënë ka kule. rënë fije. Faktikisht në fillimin e prishjeve u zhyt, si më thënë, thej, komplet. Por e mori vendin shpejt për shkak të rezervime, gjana që njerëzit, vetëm ata që panë, se që ashtë të nollë, nuk ashtë se doshin me najt. Thjesht ikshin. Doni tigrin. Normal, se nuk mundet me najt dikush kur një shtëpi ma Gërmanda, afër ashtë zhurma e përmenimin tëm është bë pak e pa drejt në fillim të sezonit. Okej, ti më është marrë në fund të sezonit, më thanë, ky është plani për Thethin edhe kështu do të vazhdoni të shemrapa, po kur stjepet kjo mundësi, stjep asnjë lloj dritet, përmenimin tëm u bë pak e pa drejt. Paktën te pjesa jeme se unë jam interesuar shumë. Unë kam shku shumë dyert e bashkisë për këtë pjesë. Edhe s'ke parë asnjë mundësi, përgjigje. asnjë përgjigje. Jo, thjesht përgjigja ishte paketa maleve. Por konkretisht asgjë. Konkretisht deri tash asgjë. Unë kam apliku, Ke aplikuar. po kam apliku qysh në momentin që dolen aplikimet. Shpresoj që drejtësia na japin pronat tona. Nuk kisha dashur më u shput. Një derë mbyllet, një derë hapet. Shpresoj për më mirë. Po të tjerëve të njëjtën gjë kanë thurë të aplikojnë duke shpresuar se do fitojnë nga paketa e maleve. Tjerë të rrethi që një fund po. Po çfarë u ka thënë për paketën e maleve, sepse ajo nuk është se ka ndonjë gjë konkrete. Thotë thjesht apliko edhe është në dorën e bashkisë. Apo jo? Paketa e maleve në një farë mënyrë është thjesht një legalizim. Po, ideja është që u ka premtuar dhe para. U ka premtuar dhe para. Pjesa më e rëndësishme paketës maleve është thjesht kush ka zënë një tokë, po të bëj kërkesë, t'ja i jepet japin. prona, i jepet çështjet e pronësisë. Në thelb kjo është, pastaj të tjera të quajmë paketë maleve, po është thjesht një legalizim. Ky që kuptohet do përfundojë me mik. Kush paguan do marrë, do jepen letrat. Kush s'paguan ose kush nuk ka lidhje të duhura do i shëmbet. Kaq. Kjo është paketë e maleve. Se përderisa nuk e përgjigje akoma, do të thotë që nuk ka drejtësi dhe në paketën e maleve. Kjo është Është vlen edhe për tokën dhe për ndërtesën se s'ka bëj. Po, për të dyja. Apo jo? Po në përgjithësi, paktën me ligjin që shkruhet e fiton kush ka qenë aty domethënë. Edhe kjo është shpresa jote domethënë. Letrat i bëjnë ata. Po. Po them thjesht që kjo aty që shesin si paketë e maleve është legalizim. Është legalizim për ata që kanë zënë një tokë ose që kanë bërë një ndërtim pa leje. Po ka të tjerë që kanë marrë përgjigje nga nëse ajo është thjesht një është e njëjta mënyrë që kanë përdorur për të marrë për të përvetësuar pronën publike ose pronën atyre e pronarëve legjitim. Si investitor strategjik. Si investitor strategjik, praktikisht e njëjta gjë, një njëjta skem. Investitor strategjik, shpahet investitor strategjik i thot ti do të mund të marrësh pronën publike dhe ta zhvillosh me që ti ke një projekt. Ja vinte syri një plazhi dhe e bënin gati letrat dhe e merrte. Kjo është e njëjta gjë dhe me paketën e maleve. Kështu që ti me çfarë merresh? Tani me çfarë po merresh? Unë për momentin punoj në Shkodër. Çfarë punë bën? Punoj te një restorant. Do thënë mbaj 2 punë për shembull për mbyll shpenzimet mia, gjërat që kam në Shkodër. Se unë qysh në vitin 2018 që kam ikë në Itali, unë jam nda nga familja. Do thënë kam kaluar në veti, edhe kam kriju ekonominë time, gjërat e mia edhe po mundohem ti myll kështu avashë. Andej punoje në Itali para se të kthesh? Përpara se më kthy, kur kam që u shputa me sportin, po kam pas shku, në Itali kam pas punu. Në përgjithësi jam pas marrë me ndërtim edhe me pjesën e kamarierit, që i mundsosha nga disa njerëz të mi që më kanë ndihmu, që për më investu këtu. Unë kam ikën periudhën që kam nisë investimet këtu, kam ikë atje që të fitosha sa më shumë që më pas. Të bëje lekës që pastaj të idhe investoja këtu. Edhe kjo ka kanë rrugtim jam në Itali. Po tani që ky projekt ushëm, se mund ta themi me plot gojë ushëm. Çfarë mendon, çfarë do bësh, çfarë mendon të bësh? Cili është projekti yt i ri?
Projektimi i ri, unë paktën e para gjë unë nuk jam të heq dorë për aty të paktën, nëse na jepet mundësia që të kena një projekt të ri për zhvillim për më të mirë. Do të presim deri në momentin e fundit, shpresojmë që drejtësia veprojë ashtu si duhet. Edhe tokat tona, pronat tona të parëve tonë t'i gëzojmë ne. Kjo është ideja jeme që kam kriju deri tash. Mbrapa shohim. Shpresojmë që të bati kjo edhe të jetë më e mirë për të tanë. Klodi, i trembeni një ide se është folur shumë që aty mund vinë një huaj që ti marri të gjitha tokat dhe të bëj diçka të madhe. Se është për fol kjo apo jo? Friga është. Është kjo frikë. Friga është, normal që është friga, por shpresojmë që jo. Shpresojmë që mundi i të parëve tanë të paktën mos heqet krejt poshtë. E qartë. E qartë. Pra ju 400 vjet në theth, Po. me të parën herë që bën ti një gabim të vogël, se ti s'ke bërë as ndërtim praktikisht, ti s'ke bërë një kontenjer edhe një gabim druri, Po. që gjithmonë quhen ndërtime portative, edhe sezonale, dhe ta prishën, edhe pse ti paguhet taksat, paguhet sigurimet të gjitha Po. për ta prishë. Unë kam paguar taksën e trullit rreth edhe si mjet. Në momentin që më ka ardhur letra. Paguan akoma tani që Po, unë paguaj sigurimet edhe paguaj edhe taksat e Se nuk e biznesit, ke edhe mbyll sot nuk e biznesin, kam se- mbyll biznesin. e qartë. Edhe nuk do ta mbyll derisa të kërkohet. Shpresoj që mos më kërkohet asnjëherë, por nuk do ta mbyll. E kuptoj. Është I të mërshme kjo që ka ndodhur akron. Shikoj. Po problemi është se unë në të njëjtën ditë e kam shkruar tek letra që i kam nis bashkisë. Në të njëjtën ditë që më ka ardhur letra nga IKMT-ja për shemje, më ka ardhur taksa bashkisë. Po të njëjtën ditë. Njëjtën ditë. Më kanë marrë në telefon posta, kam tërheqë të dy zarfat. S'më bate sens. Sa ishte taksa? Okej, taksa e trullit është rreth 170.000 lek, 180.000 lek vjetra, por mjaftueshëm që të jetu pagu të paktën, jetu i dal zot një për une, që është realisht është e jona. Sigurisht Kur është edhe juaj. për shëmbje, kishte turist aty, kishte klient? Po, Kishte klient kishte klient. Ta trëmbën. Kishte normal që u trëmbën. Por edhe nolli krejt pa prit, kanë ardhur rreth orës 11 paradite. Edhe më thanë për 2 orë, hek çat kish me hek që mas dite do të vim. Pak e po drejt, po çat bëjmë. Po tani nëse këta do t'japin lejen, çka ke menduar të bësh? Të marrësh kredi, si do të bësh? Se prapë do të kushtoj kjo gjë. Kryesorja është të marrë lejen. Pra Pjesa kredive- mezi po e pret të lejen. Mezi po e pres, me thanë drejtën, se është një mundësi që na e ka lënë të partë tonë, është një zonë zhvillim shumë të madh, pavarësisht se veriut, si me thanë thojza, ju ka venos një tip barrieret. Po. Veriu është pak asnjans, si me thanë, nuk beson shumë. Edhe nuk e di a ka faj, a s'ka faj, por Është unë besoj. diskriminuar, po thonë. Pak po. Paktën që shoh unë Shkodër, pavarësisht se vitin e fundit, 2 vitet e fundit ka marrë pak zhvillim Shkodra, po është, më duket sikur ashtu u bë një qytet sezonal. Vetëm për verën. Po, vetëm për verën edhe 2 muajt e dimrit. Edhe shpresoj që kjo të ndryshojë në Shkodër, shpresoj shumë. Edhe po e shoh pak si ndryshim se trit, pavarësisht se janë shumë pesimista, nuk e besojnë shumë. Kisha pas shumë me pas njerëz si unë, paktën 3 që besojnë që bëhet Shkodra. Shkodra është një qytet që ka shumë potencial. Sidomos veriu i Shqipënisë, jo vetëm Shkodra, por komplet veriu i Shqipënisë ka një potencial shumë të madh. Sidomos zona malore, Thethi, pavarësisht se Thethi ka shumë mungesa, po besoj që banorët nuk kanë asnjë lloj faji. Jo, çfarë faj kanë banorët? Banorët thjesht jep ju drejtim, tregoju. Po jep mundësinë që ta zhvillojnë Të zhvillen vetë, po. planin. Edhe ky është tani problemi, po unë jam të e prit me zi paketin e maleve. Ti ke besim apo Kam besim. ke besim se dhe Shpresoj dhe të paktën. Besimi gjatë asaj kohe aty s'ka lu njëri që të regjistroj pronat, në një inxhinier që të bëj këto rakordimet, sepse jo, deri tash jo. Deri tash Vetëm në periudhën kur u morën legalizimet për shtëpiat e vjetra, po, për kullat. për kullat, po. Okej. Që unë e kisha faktikisht kontenjer aty, po më thanë që kontenjerat nuk regjistrohen për shkak se janë të lëvizshme. Po me kur ishte e lëvizshme, si mund të ta prishin ty? Përderisa është e lëvizshme dhe ishte regjistruar si biznes. Ti nuk e mendove ti të bësh një padi? Unë e kam bë, E ke bërë padi? kam bë një padi, po nuk e di. Do thonë, unë thash edhe herë kam nisur disa letra IKMT së bashkisë që mu duk venimi pa drejt, por nuk është se mu kthy një përgjigje mbrapsht. Me kuptoj.
Po tani jeta vazhdon si më parë në theth apo ajo goditja ndihet shumë? Goditja është një shumë. Është një sidomos të banorët, se banorët janë kanë më të prekunit. Po normal që do të vazhdojnë. S'kan ç'a të bëjnë. Ndërkohë the që po jeton në Shkodër praktikisht. Si shikon rinja politikën? Ti je i riz, besoj se e marrë me politikën më para. Nuk jam marrë politikën më para. Unë dhe Barbara se ishim ne dy aty, ishim politikanët e parë që ke takuar. Një temë po. Edhe nuk e menoshën e herë që kam për taku në kanë, thanë drejtën. Qartë, do kishte dashur mos kishe nevojë, mos të rastiste. Si shikon ti, si të duket? Çfarë mendon? Politika. Në aspektin personal nuk është se jam marrë shumë, nuk është se njeko. Me thanë drejtën, por në venimet që janë të marrë, sidomos për zonën teme, nuk më kanë duk drejta. Por gjithsesi, nëse është një plan zhvillimit më i mirë, shpresoj që të bëhet sa më shpejt se njerëzit janë rënë pak kohën për. Kjo është ideja që të kesh ndonjë plan. Sa vjeç je ti Klodi edhe një? 24. 24 vjeç. Në 24 vjeç thot, unë dua të punoj. Po. Dua t'ja dal. Kam ide të qarta, kam besim tek thethi, te zhvillimi i turizmit në gjithë Shkodrën, turizmin malor. Thot dua më tregoni, më thoni çfarë mund të bëj dhe çfarë nuk mund të bëj. Pikërisht. Që ti futem punës dhe të investoj, t'ja dal. Mezi po pret. Dhe tani varet nga vendimi i politikës, thot plan do dali paketa e maleve. Paketa e maleve është një skem mashtrimi ku do ndajnë tokat me njëri tjetrin. Kanë vënë, do piketojnë cilat janë vendet më të bukura, do t'i ndajnë me njëri tjetrin. Investimet të mëdha, investimet të mesme, investimet të vogla. Do ndajnë bashkë. Imagjinoni, kush e ka fjalën e fundit për paketën e maleve në Shkodër? Kryetari i bashkisë do e ketë. Kryetari i bashkisë para 2 ditësh në SPAK është në hetim. Pikërisht. Kryetari i bashkisë është në hetim për korrupsion. Edhe pritet të arrestohet shumë shpejt, madje. Tani, kjo është, imagjinon, një 24 vjeçar me shumë dëshirë për t'ja dalë, për t'jetuar në vendin e vet, Që s'ka bërë asgjë të gabuar, që varet nga vullneti i dikujt që është i pandehur nga SPAK-u për korrupsion. Dhe do vendosi fatin e Klodianit. Kjo është çmenduria në të vend. Fati i Klodianit në duart e një kryetari të bashkisë të korruptuar. Më vjen keq ta them, Klodi, se ti ke shumë shpresa tek paketa e maleve. Unë uroj t'ja dalësh, uroj ta kem gabim. Uroj, vërtet uroj ta kem gabim. Por paketa e maleve, Klodi, nuk është bërë për ty. Është bërë për ata. Do ta ndajnë me njëri tjetrin. Nuk ka asnjë dyshim i këtë gjë. Dhe kanë bërë për veten e tyre, ashtu si skemën e investorëve strategjik nuk e kanë bërë për qytetarë shqiptar, për biznesmanë të ndershëm. Kjo është shumë larg për ty, se investor strategjik thua ti akoma në fillim, një ditë mund të bëhesh, unë të uroj mos të bëhesh investor strategjik, po të bëhesh një investitor dhe të bëhesh një sipërmarrës i rëndësishëm edhe i madh, pse jo, se ke vullnetin, ke dëshirën, ke ambicien. Por kjo është e gjitha një skem mashtrimi. Është një skem mashtrimi ku do ndajnë me njëri tjetrin tokat e paraardhësve tu që kanë jetuar aty 400 vjet dhe sot jemi në kushtet që padrejtësitë janë aq të mëdha sa ajo që nuk ju është bërë atyre në qindra vite, po ju bëhet sot, po ju merret prona. Se mos të njohësh pronën, mos të japësh mundësinë të zhvillosh pronën tënde, nuk është gjë tjetër, se të mosh të drejtën e pronës. Dhe unë e kam vështirë edhe nga që ti je i ri dhe je optimist dhe kam vështirë të këshilloj, se çfarë të këshilloj, të them prit paketën e maleve. që s'duhet të ishte kështu fare. Që s'duhet të ishte kështu fare, kupton, ti do të kishe mundësi të bëj një plan rregullues. Shumë e vështirë ta bëjnë. Është shumë e vështirë. Dhe nëse ta bëjnë në interes të tyre. Atje ku ke ti tokën, aty do vendosin park. Se në fakt djem se ty janë ideal sot shoqëria që duan të punojnë të dalin vetë. Dhe shteti dy gjëra ka në dorë. Dy gjëra. Të regjistrojnë pronën edhe të bëjnë një plan zhvillimi. Kaq. E thon njerëzve, kush do të punojë, le të punojë. Këtë nuk e bëjnë. Dhe kjo është edhe se kanë bërë kudo. Edhe në Bregdet është njëta situatë, edhe në qytetet e mëdha është njëta situatë. Tirana që flasim është një qytet që ende nuk ka një plan të përfunduar.
se e ka lënë qëllimisht që politika të vendosi për fatin e gjithë secilit fatkeqësisht. Megjithëse rasti i Klodit Agron u bë viral në gjithë Shqipërinë, se përmend edhe në parlament. Ishte shumë e bukur sepse thirrëm kryeministrin në interpelancë parlament pikërisht për ta pyetur për to ndërtimet dhe prishjet në mënyrë arbitrare edhe selektive. Se ne e shikojmë dhe në Tiranë. Kur ecën në Tiranë se filluan të prishin çfarë ka shtesa, janë disa shtesa të bukura që kanë investuar ose të njerëzve me hemër. Ato nuk janë prekur. Dikujt tjetër që nuk ka ato lidhje politike, fare, ja kanë prishur. E kupton? Domethënë po të shikosh edhe disa prej kullave në Tiranë kanë kate pa leje. Dhe kur e krahason me rastin tënd, është për të vënë duart në kokë. Është e tmerrshme. Në një njerëz që ka tokën e vet, ngre diçka domethënë sezonale, sa nuk mund të quhet as ndërtim. Derisa ta ka njohur dhe si biznes, paguan drita taksa, shteti është në rregull, edhe prap të prishin punë. Domethënë është e tmerrshme. Ka raste aty në Thet që ditë ti që qartësisht janë ndërtime pa leje dhe që nuk shëmben se dhe aty kanë disa i kanë shëmbur, disa si kanë shëmbur. Nuk duam të dim emrat se se kuptojmë që ti aty jeton në një komunitet të ngushtë dhe nuk është them drejtën Theth janë komplet pa leje. Janë komplet pa leje. Flasim troç, në Theth s'ka askush letra toke. Janë gjithë pa leje. Po, gjithë pa leje. Edhe familja ime domethënë toka, një kulla që ka kanë më përpara, ka kanë një shtëpi pritjet që është 1956. Do thanë kanë jetu njerëz aty mësuesat që kanë shkolla. Prindë mi, baba jem, nuk e dia duhet fakt më i madh për me tregu që prin jema është për ati venit që ka marrë shkollën nënveçare në Thethën, për jullën që më thotë baba kanë rreth 400 nxënës të shkolla Thethit. 400 nxënës mbledhur nga gjithë fshatrat. Nuk është pak, domethënë, për një fshat të vogël. Shumë. Edhe baba më tregon që tek shtëpia ku sot është kanë jetu mësuesa, ka kanë furbuke që për komplet vendin, do thënë ka kanë si pikë qendre. Po tesh nuk e di domethënë, edhe janë vinë gjëra të vështirësohet. Po, është shtëpia domethënë e gjyshit edhe gjyshes, po, që ka kanë më përpara. Që sot tash nda me për familjarëve, do thënë që kanë marrë pjesë vëllezërit më komplet. Po. Kurse prona të tjera që janë trashëguar po prej atyne nuk po na njihen. Aja është një ofse normalisht një shtëpi, një trull që është mi 100 vjeçar aty nuk mund të mohohet. Është qartë. Ata jetonin brenda, kështu. Po, normal. Edhe por se prona të tjera, domethënë toka të tjera që janë shfrytzuar prej tyne, i kanë pas ata në pronësi, sot nuk po na njihen. Pavarësisht se me një ligj që ka kanë dikur që sot ka ra poshtë, unë i kam nxjerr gjitha letrat e pronësisë, edhe më ka njoft si biznes, më ka njoft si me kontratën e dritave që për mua nuk është gjë e vogël, se duhet një pronë, duhet një letër pronet që ty të bëhet sot një lidhje kontratet. E mua më kanë njoft atë letër. Tesh mas 2 viteve vinë më thojnë që nuk njihet më. Edhe kam duket pak si pa drejtësi. Se komplet Thethi është në të njëjtin situacion. Gjithë domethënë janë të prit paketën e maleve, gjithë pretendojnë domethënë shpresojnë me thënë më mirë më qartë që të dalë. E kupton, atëherë ajo që është vërtet një çmenduri vërtet. Në vend që të njihet prona e banorëve të fshatit, të cilit të marrit të vetën, shteti shqiptar, qeveria ka nxjerrë këtë paketën e maleve që thotë jo. Nuk do marrin për bazë cilat kanë qenë pronat tuaja, po do marrin për bazë pronat që keni zënë. Është çmenduri. Është çmenduri. Sepse nëse merr për bazë pronat historike të vjetra, duhet të respektosh pronën e secilit. I ke duart lidhura. Por nëse ti thua jo, do vendosim nga fillimi, unë do vendos të trama, kujt ti jap tokën, kujt ti legalizoj ndërtesën, atëherë pushtetin e ka ai në dorë. Kjo është çmenduri. Një fshat i tërë, dhe ai ka vlerë, një komunitet historik i madh në duart e një njeriu të vetëm. Fati në dorë të kryeministrit. Dhe po flasim për një kryeministrat më të korruptuar që ka patur në një Shqipëria. Kjo është të vëzhduar në kokë. Është vërtet të vëzhduar në kokë. Edhe një komunitet që s'ka çfarë të bëj. Çfarë do bëj? Me policinë nuk e zgjidh dot. Çoj gati ushtrin, po thjesht sa siç as policia me nuk e zgjidh dot. Kupton, ai thotë jo. Forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Edhe gjithë këtë e shet sikur ai po shpëton
thethin. Ndërkohë që thethi s'ka pas kur probleme. Faktikisht me pronat asnjëherë. 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 Tani Se të bëj- gjithë e din, të gjithë në theth e din zonën e secilit. Është ndarë, domethënë është komplet e qartë, kush don me e kuptu që Që ka pas familja po, dikur. gjithë siç e ka pas Tani bëj familja një dikur. pyetje unë. Aty nuk është se u zbatua shumë 7501, apo jo? Jo, Pikërisht. nuk ka zbatu as E shumë. shi? Se kjo është historia e bukur. Kur bë ligji 7501 në 91 dhe shkuan të ndajnë tokat, banorët e thethit po të veriut shumica e quajtën ligj të padrejtë. Se thanë, ne do rrimë në tokën tonë, nuk kemi punë na jepni ju letrat për tokën e tjetrit. Është qartë. E njëjta gjë edhe në theth. Nuk e zbatuan atë ligj 7501 që ishte, domethënë ligj i padrejtë, secili ndenjë në tokën e vet. Ta edhe pse ndenjë në tokën e tyre, nuk i regjistruan. E kupton? Është skandal. Ndërkohë që regjistrimi është thjesht një akt i thjesht njohje. Shkojnë punonjësit e hipotekës, bazuar në vendbanimin e familjeve, të kullave që kanë pasur, të tokës që dëshmive. zotrojnë, po, Dëshmive. patjetër, se dhe me ligjin e sotëm, nëse ti zotron një pronë për 20 vjet, që s'ka askush pretendim, ti mund ta marrësh me vendim gjykata. E jo ju që keni qindra vite atje. Që thethi është dëshmuar historikisht me udhëtare, me gjithë dhe me dëshmitë e kishës e gjithçka tjetër. Edhe vit deri në të ditë që ti sulmosh me barbari, po unë dyshoj që se u fol shumë atë ishte shumë serioze kjo që mund të vinë një ose dy investitor që të bëjnë diçka të madhe në theth. Dhe sigurisht ato lloj ndërtimesh ata pan aty u prishtin syt. Dhe donin diçka të pastër, që ta shfrytëzonin ata maksimalisht. Urojmë të mos jetë kjo. Dhe urojmë që rezistenca juaj të ketë pas vërtet vend në kuptimin që këto plane të mos ndodhen. Është skandal. Skandal. Shpresojmë që prioritetit ju jepet banorëve të zonës. Shpresojmë. Vetëm juve, jo thjesht, po çka ka ndodhur në jug të vendit, për shembull me fshatrat e jugut, është e tmerrshme. Banorët u përjashtuan nga zhvillimi me këto fshatra turistik që ndërtuan nga Palasa deri afër Sarandës. Ja rrëmbyer plazhet, banorët vazhdojnë akoma nuk kanë përfituar asnjë gjë. Edhe pse ka qenë një tokë komunitare që ishte gjithmonë në shërbim të fshatit. Fatkeqësisht kjo gjë është bërë problem në Shqipëri. Kjo është e rëndë shumë. Po ti mezi pret ta ndërtosh sërish atë Po, tënde. po, me zi pres. Po vendi ishte jashtëzakonshëm, që shumë i bukur. U ka si thethi. Është shumë i bukur. Për thethin kanë lënë Kesh- mend udhëtar pafund. Jo, ka gjë më të bukur për dikë që adhuron, i pëlqen mali, i pëlqen thethi. Është nga ajo zonë, arzit e vet i ka nga aty, që të ketë mundësi të jetoj dhe të bëj biznesin aty, unë si e mendoje ti, po mos të kishte ndodhur kjo, ç'a ndroje, ç'a mendoje? Ç'a do kishe dashur të bëje aty? Se ti në 2 vjet Faktikisht- fillove me një gjë të vogël, Vogël, po. pastaj Faktikisht unë kam pas një plan komplet ndrysh. si ishte plani? Unë nuk kam pas ide zhvillimit në guest house, thjesht dosha me zhvillu ma shumë ushqimin e zonës. E kuptoj. Pavarësisht se thethi nuk ka një terren që ushqimet bëhen shumë, bëhen shumë e vonesë, se kanë kënë tokat bagi pjellore dikur, edhe janë ba gjysh jam tregon tek shtëpia, janë ba bustanat, pjeprat si që quajnë, edhe janë ba domatet, të tana janë ba gjanat aty, po u bashin gjithmonë e vonesë. Qartë. Nësh dhe me thanë prej qytetit, thjesht u bashin, po bashin shumë e vonesë. Edhe unë kam dash gjithmonë që guzhinën që të basha, ta basha vetëm tradicionale. Thanë me përdor gjanat e zonës, shpresoj që edhe banorët e zonës të integrohen me këtë gjallë dhe të përkushtojnë ma shumë Gatimeve gatime tradicionaleve, gjanave që ka vendi, se besoj që turizmi në këtë mënyrë vazhdon përpara. Edhe kjo ka qenë shpresa jeme, do të thënë, që me zhvillu një restorant tradicional. Edhe e shpresoja shumë që kjo ka për të arrit një ditë, po e vazhdoj me shpresu, nuk është se nalohem për këtë Ti pjesë. ndron aty një restorant që bën gatime tradicionale, po. ku të huajt mund të vinë edhe të Po, gjejnë. që të shijojnë dhe thënë që thethi i ofron. Kjo ka kënë dëshira eme dhe vazhdon me kënë. Nuk mendoj do të thënë një zhvillim dikun tjetër për momentin përveç se në theth. Përveç se në tokat e të parve edhe një aty ku familja eme është rritë dhe është zhvillu edhe jena sot ku jena. E qartë. Kja është shpresa jeme vete. Kjo është ajo që Dëshirojmë dhe ne shumë, në dëshirojmë gjithë se këtu Absolutisht. imagjino këtë që ëndrrën që ke ti, po realizojnë të tjerët, realizojnë ata që janë
që kanë familjar në politik, kanë parat e korrupsionit edhe nuk e kanë problem të hedhin dhe të investojnë, por nuk kanë pasionin, kanë parat, por nuk kanë pasionin. Dhe kjo është fatkeqësia dhe njerëzit e thjesht, rinjt e thjesht si Klodi janë detyruar të largohen. Të punojnë në Perëndim. Kjo është për atë cilën është ajo për cilën ne duhet të luftojmë, sepse nuk është e pamundur që kjo të ndodhi. Nëse ne do kishim një qeveri të pakorruptuar, kjo do ishte mbes e mundur. Nuk do kishim një administratë apo një qeveri që ka mendin ku të përfitojë të vjedh. Pse është kaq e vështirë edhe për të imagjinuar se këtu jemi në një situatë ku njerëzit as nuk e besojnë se mund ndodhi. Është një gjë në Perëndim, nëse Klodi gjerman, francez, italian, apo grek, apo kroat, nëse ka të njëjtën ëndër, vetet e toke vet, shikon planin rregullues, do të shikon çfarë mund të bëj aty, vendos 2 lekë më njan ose me një kredi dhe fillon e bën. Është dorën e tij pra. Pastaj Klodi mund t'ia dalë, mund mos t'ia dalë, mund të dështojë, mund të bëhet shumë i suksesshëm. Po. Por pse një kroat, një italian, një francez, një gjerman mund ta bëjë një gjë të tillë? Se nuk e ka shtetin në kurse një shqiptar nuk e bën dot. Se nuk e kanë shtetin në Korris. Po. Dhe nuk është e pamundur se ajo që bëhet, andaj pse çka kanë ata më shumë se ne për ta bërë gjë të tillë. Pse po të kemi në një shtet që nuk të pengon, por që ti jep lirinë që ti t'ia dalësh thjesht të kesh ëndrrën për të realizuar në vendin tënd. Kjo është duket diçka utopike komplet. Të kesh mundësi të zhvillosh tokën tënde duke respektuar planin, është utopike këtu. Tani thonë edhe kemi frikë të bëjmë diçka, dhe ata që kanë një tokë të mirë ose kështu, lese si dihet, na bën një dëm, presin, se është shumë kjo kulturë e frikës, e heshtjes, shumë. Jo, pa lidhje nuk bëhet. Po. Njerëzit kanë të qartë. Pa lidhje politike nuk bëhet. Absolutisht. Mirë, Klodi. Ne falenderojmë shumë dhe të urojmë Shumë faleminderit nga ju. Të urojmë që pavarësisht se nuk të presim dot krah, duke thënë shikoj se paketë e male dhe nuk është ajo që ata thonë se është. Po shpresoj që nëse këta që janë sot në qeveri, po me sa duket nuk e kanë shumë të gjatë. Mbase na dëgjojnë e thonë nga inati ynë, dhe ty ta mundsojnë këtë gjë nga inati ynë. Inshallah e bëjnë. Po nëse nuk e bëjnë ata, ne do ta monitorojmë. Ne do mundohemi. Ne do bëjmë çmos që të heqim këtë qeveri të korruptuar, të je i ri, dhe ne e dim jemi të vetëdijshëm që kjo ky ndryshim mund të krijojë kohë, por pse jo? Dhe mund t'ja dalim. Edhe ti do kesh mundësinë tani dhe pasaj bisede që bëm bashkë, që nëse ne shkojmë në pushtet dhe jemi pjesë e qeverisë një ditë, të vish na thotë, të na thuash agron. Të kujtohet që më ke thënë te podcasti, tani duaj që ta mbash fjalën e të më japësh mundësinë, jo vetëm mua do thuash ti, por të gjithë ata që janë të gjithat kushte në të cilat ndodhesh ti, të realizojnë ëndrrën e tyre. Kjo është arsyeja pse ne merremi politik, pse besojmë që ja vlen të sakrifikojmë, ja vlen të punojmë, të përplasemi, që edhe ëndra e atyre si puna jote të bëhet realitet. Pse jo? Çdo gjë fillon nga një ide, nga një ëndër. Se shumë veta mund të dëgjojnë ne, mund të dëgjojnë ty dhe thonë, ky djalë i ri sa naiv që është. Por të gjithë njerëzit e mëdhenj, ata që kanë bërë gjëra të mëdha dhe në Perëndim, si fillim kanë patur një ide. E kanë filluar nga diçka, e kanë filluar nga hiçi. Kanë menduar diçka që të gjithë të tjerët mendonin se ishte pamundur për të bërë. Kështu që ti mos u demoralizo, ngul këmbë, se me sa shoh me vullnetin që ke, me dëshirën për punë që ke, me ambicien që ke, unë jam i bindur që ti një ditë do t'ja dalësh. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit që u bëre pjesë e bisedës tonë. Faleminderit. Jam mirënjohës.